إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falëndrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Imam al-Barbahari rahimahullah thot: "Wa'lam rahimakallah annahu la yatimu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima." Dije, Zoti të mëshiroft, se nuk plotësohet Islami i një robi derisa të jetë ndjekës, besimtar i vërtet dhe i dorëzuar ndaj Allahut. فمن زعم أنه قد بقي شيئا من أمر الإسلام لم يكفيناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. Kushdo që pretendon se ka mbetur diç nga çështjet e Islamit që nuk na kanë përcjell shokët e tij e të dërguarit të Allahut, sahabët, ai i ka shpallur ata gënjeshtar. Wa kafa bi hadha furqatan wa ta'nan alayhim. Mjafton kjo për të shkaktuar përçarje dhe për të diskredituar ata. Pastaj thot: fa huwa mubtadi'un dalun mudil. E kush e ka këtë bindje, ai është i devijuar dhe i devijon të tjerët. Muhdithun fil islami ma laysa minhu, dhe ai sjell të re në islam që nuk ka argument për këtë. Ky është një fragment që përmend Imam Barbahari në Sharh Sunnah, fragmenti 10 në radhitje. Sheikh Rabia rahimahullah thot: بل لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات. Robi nuk mund të jetë besimtar derisa t'i plotëson këto kritere. E para, el-imanu bima jaa bihi. E para, me besu. Pra me qenë ndjekës i rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam, kushti thelbësor është me besu gjithë atë që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe në vijën e parë këtu përfshihen pjesët më të rëndësishme të besimit: besimin e Allahut, besimin e cilësitë të Allahut, besimin e emrat e Allahut, besimin e melajket e Allahut, librat e Allahut, besimin në xhennet, në xhehenam, se do të ringjallemi me trup, me shpirt, do të ketë jetë përjetshme, dhe gjithë ato që ka përfshihet në ditën e gjykimit. Pra kjo është vija e parë dhe rëndësishme që me qenë ndjekës i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pra robi nuk mund të jetë annahu la yatimu islamu 'abd, pra nuk mundesh me qenë musliman hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman, derisa të jesh pasues, të besosh gjithë atë çka thot pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe të dorëzohesh asaj. Dhe dyta, an yakuna muttabi'an lima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikh Rabia rahimahullah, dhe me qenë ndjekës i asaj çka ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në akide, në jetë, në program, menhaj, në ibadet, në moral. E gjitha kjo duke u realizuar fjala e Allahut: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Kuptimi i ajetit, Allahu thot: ittabi'u, pasone atë që është zbritur nga Zoti juaj. Wala tattabi'u min duni awliya, dhe mos ndjekni dikën tjetër përveç Allahut. Qalila ma tadhakkarun, pak jeni duke u përkujtuar. Pak jeni duke përkujtuar. Pastaj thot Allahu, po ashtu përmend Sheikh Rabia: wa'tasimu bihablillah, kapuni gjithë për litarin e Allahut, wala tafarraqu, dhe mos u ndani. Pra e para, Allahu kërkon prej neve me u ka për litarin e Allahut.
E ata që kapën për litarin e Allahut, ata nuk ndahen. Pra, ku na thret Allahu? Allahu na thret në librin e Allahut. Wa'tasimu, kapuni bihablillah, për litarin e Allahut. Litari i Allahut është Kur'ani. Kur'ani dhe Suneti nuk ndahen. Dhe këto pa kuptimin e selefus salih, sahabeve nuk kanë rëndësi, sepse ti devijon nëse nuk e merr kuptimin e ajeteve. Shejh po ashtu përmend Allah irhamu argumente nga Suneti. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Të gjithë ummeti im do të hyjnë në xhenet, përveç ata të cilët nuk dojnë. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, i kanë thënë e kush janë ata të cilët nuk e dojnë me hyjnë në xhenet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, man ata'ani dakhala al-jannah. Kush me bindet mu do të hyjë në xhenet, wa man asani faqad aba. E kush me kundërshton mua, ai nuk ka dashur. Pra, nuk e ka dashur xhenetin. Fjala autorit Imam al-Barbaharit rahimahullah, "Faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min al-amri al-islami lam yakfunah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kadhabahum." Kush pretendon se ka mbetur diçka nga Islami dhe shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam neve nuk na kanë përsjellur, nuk na kanë mësuar, dhe mendojnë që mjafton një rrugë tjetër e apo jo mjaftueshëm na kanë punuar atë në rrugën e Allahut, veç se i ka përgënjeshtruar sahabët, ka gënjur për sahabët. Wa kafa bihadha furqatan wa ta'nan alayhim. Kjo mjafton si shkak i përçarjes dhe fjalët më të rënda që mund të jenë për sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ja çfarë thot Imam Rabi ibn Hadi, Allah yarhamhu, alladhi yattahimu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai i cili akuzon shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam bit taqsiri fi hamli risalati al-islam, ai i cili akuzon se kanë pas mangësi në përhapjen e Islamit, në mesazhit islam. Pra kanë pas mangësi sahabët që me interpretu Islamin në mënyrën më të mirë dhe me u trasu njerëzve të tjerë. Huwa min afjar an-nasi wa adalluhum wa ashadduhum ta'nan fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ai është nga njerëzit më të këqij. Ai është nga njerëzit më të devijuar dhe nga njerëzit më të ashpër në fjalorin për sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Për çfarë? Pse është kriminal? Njerëzit më të këqij ata që flasin për shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Alladhina zakkahumullah. Sahabët i ka pastruar Allahu, i ka lavdruar Allahu, wa radi anhum. Allahu ka qenë i kënaqur me sahabët, wa wasafahum, dhe i ka përshkruar bi anna khayra ummatin ukhrijat lin-nas, janë njerëzit më të mirë mesin e ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa zakkahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradan wa jama'atan. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar një pjesë dërmuese të tyre në mënyrë individuale edhe kolektive. Pra, në mënyrë të përgjithshme krejt sahabët janë udul, janë të drejtë, i ka lavdruar Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por disa i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku përmendet se afër 40 sahabi janë përmendur nga gjuha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ata janë përgëzuar me xhennet. Janë të përgëzuar me xhennet. Dhe ja, si me thon ajka e këtij dersi në këtë ders. Fjala ku thot Sheikh Rabia, wa hum a'zamu an-nasi dhaka'an. Sahabët janë njerëzit më të zgjuar. A'zamu an-nasi dhaka'an. Pra, njerëzit më të zgjuar janë sahabët. Kanë pas zgjuarsi shumë të madhe. Zgjuarsi, për shembull, Amr ibn al-As ka qenë nga njerëzit më inteligjent që kanë njohur historia. Muawiya radiallahu anhu ka qenë njëri i shkath impreht,
Po ashtu Ebu Bekri, Omeri, Aliu radiallahu anhu, njerëzit më dashur të Allahu, kanë qenë njerëz zgjuar. Ebu Hurajra radiallahu anhu, e para, a'dhamun nasi dhakan, pra mësone këtë. Shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam janë njerëzit më inteligjent. Wa aqwahum hifdhan, dhe njerëzit nxenin përmendsh më të fuqishme, më të fortë. Pra nuk mund të ketë dikush memorien më të madhe, më të fortë se sa shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wa asra'uhum wa a'maquhum fil fahmi lil kitabi was sunna, dhe kanë qenë më të thellhuarit dhe më të shpejtit në kuptimin e fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wa a'dham, dhe kjo që përmend po ashtu, dëgjoni me vëmendje, pra njerëzit më të zgjuar, njerëzit me nxenin përmendsh më të fortën, njerëzit më të thellhuar në diturinë, kuptim, dhe a'dhamun nasi amanatan, njerëzit me përgjegjësinë më të madhe. A'dhamun nasi amana, njerëzit më besnik në përgjegjësinë që kanë pas me përha fjalën e Allahut, wa shu'uran, dhe ndjesinë që kanë pas bil mas'uliyati amam Allah, me përgjegjësinë që kanë dhe ngarku para Allahut subhanahu wa ta'ala kur të dalin. Pra njeriu mund të jetë i zgjuar, mund të jetë inteligjent, por nuk kupton. Njeriu mund të kuptoj, por nuk mund të ketë nxenin përmendsh të fuqishme. Njeriu mund të jetë i zgjuar, mund të kuptoj dhe mund të jetë i thellhuar ndije, por s'ka përgjegjësinë në përhapjen e fesë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra vetëm këtë fragment ne me mësu mirë për sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, neve as kush gjatë jetës son, ne vetëm na shtohet dashuria për këta sahabët Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja çfarë thot? Li hadhihi sifat al-karima wa ghayraha mimma tawaffara fihim, duke i ditur këto cilësi që i kanë sahabët, edhe të tjera që përfshihen, ya'taqidu kullu mu'min billah, çdo besimtar që beson Allahun dhe është i sinqert, e ka në bindje të thellë, bindjen e tij e ka thellë për sahabët, pra ai që beson Allahun dhe është i sinqert, khalian min al-bid'a wad-dalal, ai i cili është i zhveshur nga bidatet, nuk është i helmuar me dyshime. Pra nuk ka dyshime ndaj sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Çfarë bindje ka ky? Bi annahum qad balaghu al-umma ba'dahum kullama sami'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kjo gjenerate ardh e ka trasuar, e ka bartur islamin, e ka bartur këtë fe, ja u ka trasu gjeneratës tjetër, mënyrën më të përkryer, lem yahrifu minhu shay'an, asgjë nuk kanë devijuar. Kullu wahid minhum ballagha ma sami'ahu, çdo njeri prej tyre atë që ka dëgju, ja u ka treguar të tjerëve. Kejfa la? Si mos me qenë kështu sahabët, si mos me interpretu islamin sahabët njërën më të mirë, si mos me ja u bartë të tjerëve, si mos me qenë këta besnik këtë pjesë, ku Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thënë, inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat. Me të vërtet, ata të cilët i fshehin atë që kemi zbritur nga Allahu. Këtu flet Allahu për jehudët, për ehlul kitab, dhe për kristianët të cilët kanë fshen librat e tyre, shpallura për ardhin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, e kanë fshet vërtetën. Dhe fshehja e vërtetës është shumë e rrezikshme. Dhe çfarë thot Allahu? Min ba'di ma tabayyanahu lin-nas, pasi që është sharuar njerëzve. Pra ju ka sharu në Tevrat se do të vjen Muhamedi alayhis salatu wassalam, në Injil. Ata i kanë fsheh. Për çfarë i kanë fsheh? Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalë nga Benu Israilit, ka dalë arab, nga sulale, nga gjeneza apo loza e Ismailit alayhis salam. Mlefi, urrejtja i ka vërbu dhe kanë fshet vërtetën. Kjo i përfshin edhe për muslimanët të cilët e fshehin vërtetën. Pra, dikush pyetet, sot e pash për mjekër, sunet tha është mjekra. Pra, sunet është mjekra. Hoxh përgjigjet, pra i vjefshtir me thonë, haram është ruarja mjekrës. Pra, ka të vështirë me thonë. Dhe thotë sunet është mjekra.
Pra nëse e pyet një xhamat në xhami kur të fshehur azi, thot po sunet i fort, na nuk mund ta mohojmë, se sunet është përgjithësi Islami, pra ta bën atë devijimin. Po ti ke me dalë me dhonë përgjithësi para Allahut subhanahu wa taala. Ki me dhonë përgjithësi para Allahut subhanahu wa taala. Kjo është si kur i pyet dietarët thonë Saleh al-Sheikhu ka një libër rreth fatwas. Ai thot, para se të mendosh për pyetjen, mendo për veten, pastro veten, ruaj veten nga zjarri. Po shtyn punë ti ai që të dëgjon, ti e ke përgjegjësinë me dhon. Sikur mjeki që ka përgjegjësinë, nëse devijon pranë udhëzimit, njeriu mund të përkeçohet gjendja, por ti nëse devijon njeriu, këtu është i Islami. Kjo është feja Allahut subhanahu wa taala. Pastaj më njëherë vjen hoxha tjetër e ja demanton. Është diçka shumë i mashtron shejtani njerëzit. Edhe nëse shkojnë edhe 20 vjet, 100 vjet, vjet tjetri që ja demanton me argumente dhe i thot, është përgjithësi, kjo është, rrugë e saj është haram. Pra, në këtë pikë kanë frikë me u shpjegoj njerëzve të vërtetën. Njeriu duhet me u qartësu njerëzve, çka është halal, çka është haram. Shka kemi mësune, për shka kemi shku, ke marrë rrugtimin, më u kthy me marrë një rrogë dhe me përfundu, kaq, apo ju shpjegu njerëzve halalin dhe haramin. Prandaj, çfarë thot Allahu? Ata që e fshehin të vërtetën, dhe është shumë e rrezikshme. Ulaike yel'anhumullah. Të tillët, ata që e fshehin hakun, yel'anhumullah, ata i mallkon Allah. Wa yel'anhumul la'inun, dhe mallkuesit, tu përfshihen gjitha krijesat. Pra vjen mallkimi prej një gjithë njerëzve, prej krijesave të Allahut, ai që e fshet vërtetën. Andaj Sheikh Rabia thot, si sahabët me mshet vërtetën, kur gjitha këto argumente, ky argument shumë me përgjithësi shumë të madhe. Dhe sahabët, si me mshet vërtetën, si mos me e bardh të gjenerata tjera, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë bellighu anni walau aya. Kumtoni u njerëzve, sharojeni u njerëzve. Thini njerëzit në Islam walau aya, qoftë edhe me një ajet. Walau aya, edhe një ajet. Prandaj këtu ka një çështje, një mësim të madh që duhet ta mësojmë. Mos t'i nënvlerësojmë prezantuesit ligjërata. Njeriu mund t'i ketë qindra njerëz. Tjetri mund t'i ketë 5 njerëz. Një njeri takohet, ai udhëzohet. Li an yahdi Allahu bika rajulun wahidan khairun laka min humurin na'am. Me u bosh shkaktar ti një njeri me udhëzuar të vërtetën, është sikur mi pas pasurinë deve të kuqe. Deveja kuqe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë pasuria më e shtrenjtë. Dhe ka marrë shembull deve të kuqe. Pasuria më e shtrenjtë. Pra një njeri me udhëzu. Dhe nuk është qëllimi pra këtu, çdo send, mundësia që ti bet, jam mëson dikuj që kjo shprehje është shirk. A nuk ka kënaqësi më të madhe për një musliman kur jam mëson dikuj? Për këtë e përmendin dietar që është e preferuar që më mësu surën El-Fatiha fëmijëve, mos milon të tjerë. Pra, zakonisht ja mësojmë fëmijëve, mirë po në vendet arabe i dërgojnë xhami fëmijët, edhe mësojnë Kur'an, shumë rregull, shumë mirë, por disa dietarë përmendin dhe thonë që bëhuni sebeb që bilet paktën El-Fatiha më mësu fëmijëve tu. Pse? Se shpërblimi të një jetën që e lexon ai ka më të ardhur ty. Pra, bellighu anni walau aya, qoftë edhe një ajet, na duhet mi thirr njerëzit në rrugën e Allahut, por atë ajet duhet me ditë drejt. Duhet me ditë drejt. Jo me jep kahje të gabuar. Çka ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu? Laula ayatun fi kitabillah ma haddathtukum bi shay'in abadan. Sikur mos ishte ky ajeti që përmendëm më herët, që Allahu i ka mallkuar ata që fshehin vërtetën, që mos e përsëritim. Sikur mos ishte ky ajet në Kur'an, ky mos ekzistonte, ky ajet mos kishte zbritur, asnjëherë unë nuk do t'ju mësoja ju asgjë prej fesë Allahut. Pse? Përgjithësia e madhe është me shpjegoj njerëzve Islam. Pra Abu Huraira radhiyallahu anhu ka pas frikë këtë çështje. Pra nuk kanë pas ata ambicie me qenë i pari, me qenë kryesori. Pra sahabët janë sill,
njerëzit janë sillën për Medinë duke lyp një alim, gjithse cili të thonë, shko te tjetri merr përgjigjen, shko te tjetri derisa kanë ardhur Imam Malik. Pra, thuhet që ka ardhur një grua që ka qenë magjistare dhe është shpëndu, ka bo magji, është ardhur në Medinë me taku pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka vdek. Në periudhën pas vdekjes së tij. Dhe sahabët nuk i kanë dhënë menjëherë përgjigje. Pra kanë shku duke kërku, kanë pas frikë me dhënë përgjigje menjëherë. Pra kjo është çështja që është përgjithësi dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë, po të mos ishte zbritur ky ajet, unë nuk isha me ju shpjegu. Pra ne kemi dëshirë me dalë, pra vetëm me kush prej ka më shumë djeks, kush ka më shumë. Pra imani daif, imani dobt. Wa kullu mu'min sadiq yakhsha hadha al-wa'id. Çdo besimtar i sinqert i friksohet i kërcënimit të ajetit. Pra mallkojnë krijesat nëse fshet vërtetën. Wa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithan aqwalu wa af'alu. Pra kështu vepruan sahabët, pra fjalët, veprat e tij, bindjet e tij, çfarë ka vepruar në raport me njerëzit, në tregti, në martesë kështu me radhë, wa hadhi dawawin as-sunnah min as-sihah, këto libra të regjistruar të sunetit, Sihah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jawami, Mesanid, Musnad Imam Ahmed, të gjitha këto janë argumente të qarta që sahabët e kanë kryer në mënyrën më të mirë obligimin e tyre. Çfarë na mbetet neve me pasu? Dhe këta janë edhe tabiinët i ndjekin ata e me përpikëri ja u sfjeguan të tjerëve. Imam Ahmedi pranoi ekzekutimin, vrasin që të mos fshehë gjë nga feja e Allahut. Vetëm me thonë Imam Ahmedi Kurani ishte i krijuar, askush nuk do t'ia kishte torturuar, por e kanë rrahur Imam Ahmedi. Mu'tasimi dhe Mu'mini, kemi përmend disa herë, por përsëritja, rikujtimi, forcon besimin, që çështja e fesë është çështje serioze. Pra kanë qenë shumë dietarë që kanë këmbgul. Presioni i madh, kanë ardhur deri në 10 vet, pastaj kanë ardhur në 4 vet, pastaj kanë ardhur në 2 vet. Imam Ahmedi dhe Nuh, ai i cili ka vdekur në burg, dhe Imam Ahmedi ka mbetë gjallë. Kjo është grupi i shpëtuar, la tazala ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin, përmend Sheikh Rabia dhe thot, ai hadithin, ky është rruga siç ka në hadith, do të vazhdojë një grup deri në ditën e gjykimit. Pra kush është ai grup? Kush janë ata? Ata që ndjekin sahabët. Ata që pa asnjë kompleks thonë, ne jemi rrugën e selefit, selefi. Pra, neve na lejohet me thonë jemi Hanefin medhheb, Malikin medhheb, Shafi'in medhheb. Pra kush ndjek rrugën e Imam Malikut është Maliki, në kuptimin e fesë në medhheb në fik. S'ka asnjë të keqe me thonë Malikin këtë mesele. Pra Maliki pas 13 shekuj, 14 shekuj, 13 shekuj. Jam Hanefi, s'ka gjë të keqe me thonë këtë mesele Hanefi. E me u thirr rrugën e sahabëve në fen, praktikimin e fesë, jam Selefi, këtu i ka panika. Pra i ka frika, ku është kompleksi. Pra ata pa asnjë fije, turpi, frike, ata thonë xhamaatut tabligh, ne jemi xhamaatut tabligh. Apo ikhwanët thonë ne jemi ikhwan. Pra ndalaletin e tyre. Dhe më u thirr këtë rrugë është e vërteta. Pra rrugën e pejgamberit alayhis salam, ku ka të keqen? Kjo është rruga e shpëtuar, rruga e shpëtimit triumfuese. Pastaj thot la yudhurru man khalafahum khadhalahu wala man khalafahum. Nuk do t'ju bëjnë dëm kësaj rruga ata që e tradhtojnë dhe i bëjnë dëm. Pra mundohen me dëmtu. Hatta ati wa'd Allah, derisa të vjen caktimi i Allahut. Thot Sheikh Rabia rahimahullah, wa amma man aadahu min al-firaq fahum ala ahwal. Fraksionet që kanë luftu sahabët janë disa grupe, për shembull Rafidit. Fahum la yahtarimuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafidit nuk i respektojnë shokët e pejgamberit alayhis salam. Dhe as nuk e pranojnë argumentet që vinë prej tyre. Wala yudinuna illa bil kadhib.
feja e shijave rafidhi, shijave, ndërtohet mbi el-akadhib, rrana, mashtrime, iftiraat, trillime, allati iftarauha ala ahli bejti nubuwa, që kanë shpif për familjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wa ghulatuhum yukaffirun as-sahaba ila nafaran yasir. Pra ekstremistët shia, se shiat në të kaluarën kemi përmend disa herë që bëhet fjalë ata që i kanë dhënë përparësi Aliut para Uthmanit, dhe këta janë musliman. Por ata që janë ekstremist, siç janë sot përgjithësi shia, ata i kanë bërë sahabët, shumicën i kanë bërë kufar. Wa haulai kuffar zanadiqa. Dhe këta janë pabesimtar. Ata të cilët thonë për Aisha radhiyallahu anha se zanje, për Abu Bakr as-Siddiqun, Shain, Abu Omerin, këta janë zanadik kufar. E dyta khawarij, ata të cilët po ashtu i kanë sulmu shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe u ya'tamiduna ala riwayat al-makdhuba, dhe mbështeten në transmetime të rrejshme. Wa yalihim al-Mu'tazila wal-Jahmiyya. Po ashtu prej kundërshtarët grupit shpëtuar janë Jahmiyya wal-Mu'tazila, të cilët la yaminuna bi kathir min nusus an-nabawiyya. Jahmit edhe Mu'tazilat i refuzojnë një pjesë të madhe të argumenteve të hadithit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Argumente nga hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wa yalihim ahlul kalam, po ashtu filozofët, të cilët i sulmojnë argumentet e sunetit dhe thonë se inna akhbar al-ahad la tufid ila dhann. Akhbar al-ahad thonë hadithi që ka transmetuar një sahabi s'ja marrin fjalën, një tabiin s'ja marrin fjalën, se pranojmë këtë hadith se është vetëm një njeri, duhet me qenë 2-3. Pra ja kufusin dyshim. Ndërsa ehli suneti është i qartë këtë pikë që pranon transmetimin vetëm për një sahabiu. Innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas sunetit, sipas qëllimit. Është Sahih Bukhari, është filluar me këtë libër, është në Arba'in an-Nawawiyya, është hadith i njohur. Këtë hadith e ka transmetuar vetëm një sahabi, Omer radhiyallahu anhu. Pastaj vetëm një tabiin, vetëm një tabi'i. Pra është hadith që krejt zinxhiri i transmetuesve ka ardhur deri te Bukhari nga vetëm një njeri. Kjo është një prej argumenteve më të qarta që duhet me pranu një hadith. Pastaj thot fa haula jamian, të gjitha që i përmendën, që i luftojnë sahabët, fa haula jamian yustaq alehim qawlu al-muallif, të gjithë këta përfshihen te fjala e autorit librit Imam al-Barbaharit, fa huwa mubtadi'un dal, i cili është mubtadi', dal i devijuar, mudil, devijues, muhdithun fil islami ma laysa minhu, ai i cili sjell sahimen fe që nuk ka argument për to. Sa minuta kemi? Për mbyllim pra me kaq. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që na jap sukses në gjithë atë çfarë themi dhe na mëson të praktikojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.